Është përkeqësuar gjendja shëndetësore e disa grevistëve në ditën e 3 të grevësorisë. Pas njoftimit për shqetësimet e para, ka mbërritur një ambulancë për të monitoruar shëndetin e grevistëve. Sipas kreut të sindikatës Dritan Shau, disa prej grevistëve kanë shfaqur tension të lartë, lodhje, dhimbje koke dhe marrëmendje. Sot kemi 72 orë që kemi hyrë në grevurie. Disa nga çunat kanë shfaqur pak tension të lartë, dhimbje koke, ndonjë marrëmendjesh dhe lodhje normalisht. Por që jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona, siç e patë edhe jashtë, gjithë punonësit janë këtu, ka rezulluar punën, jemi të gjithë bashkë deri në arritjen e asaj që kërkojmë. Kërkojmë diçka legjitime që na takon dhe është mos e domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që si të të ardhur për kompaninë. A ka pasur ndonjë reagim nga kompania deri në këtë moment? Jo, deri më sot nuk kemi pasur reagim. Shpresojmë që të ketë reagim, që këta njerëz të mos tregohen të papërgjeshëm me gjithë këtë gjë që po ndodh. Siç ju pat jashtë, të gjithë punonësit janë këtu. Jemi të gjithë në një zëri, nuk po kërkojmë asnjë gjë të egzageruar, po kërkojmë meritokraci dhe drejtësi. Grevistët Dritan Rapushi, Eduard Selami dhe Bledar Dano kanë pohuar se pas 72 orësh janë përkeqësuar, por ndihen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Kam çik dhimbje koke, pak tensionin e lartë. Nuk kam në shqetësim tjetër, vetëm këto pak dhimbje koke dhe tensionin e lartë deri tani në këto momente. Ndërkohë nga dita në ditë pritet që gjendja të përkeqësohet. Po normale se tani njerëz me frymë jemi dhe ne do përkeqësohet gjëja se vajtëm 72 orë pa ngrënë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Normale që të përkeqësohen gjërat. Shqetësimet kanë qenë gjatë natës mbrëm. Kemi pasur 3 nga djemti, kemi pasur me luhatje tensioni, gjëra që ne kemi zgjidhur këtu. Sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Dhe përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Ndërkohë, punonësit e bankersit vijojnë me pezullimin e punës dhe janë pranë zyrave të sindikatës së bashku me grevistët. Ende nuk ka asnjë reagim nga kompania nëse puset janë ende pa mbikëqyrësin e punonjësve. Të vetmi që kanë kontaktuar deri në këto momente grevistët janë përfaqësuesit e Inspektoriatit të Punës dhe policia.